Mësoni gjuhën shqipe. Gjuhën shqipe. Ajo ke mesazh sepse ke tubimi e vetë vendosis para zgjedhjeve. Edhe ai desh me atë deklaratën me marrë edhe 5 ose 10% e nacionalistave brenda e trupit elektoral e tij. Por ajo është pa besueshme, pa pranueshme. Gjuha serbe është gjuha zyrtare në Kosovë. Po e flet, Kurti e flet shumë mirë serbisht. Jetu flet mu do këtë sikur unë gjuhën shqipe. Ai kupton 100%, por kur jetu përdor, ka një herë është limituar. Jo, është... Unë jam tu regjistruat, edhe ka një herë do gabimet e vogla gramatikore, sikur une, por ai është tepër i kuptueshme. Gjuha e tij po pëlqen. Ti bën pak më shumë gabime gramatikore se Kurti. Jo, sepse jam zotri Shveshta. Zotri Shveshta jetu përdor gjuhën serbe tepër mirë. Por veç për mediat në rajon. Për Al Jazeera. Mund do këtë askush nga gazetarve serbe, se ka dëgju gjuhën tej. Tha që edhe Ramushi e kanë mësu gjuhën serbe në Hag. Po tha që dhe Haradini? Jo, tha që s'ka mundur ta mësoj në Hag. Unë me zotri Haradina e kam një... Tha që se kam dëgjuar serbisht duke folë në jetë. Kur e kemi pas takimin e parë ku zotri Haradina i ke kryeministri, e kemi pas një takim me 5 gazetarët që informon për mediat serbe, edhe 5 gazetarë që informon nga media në Kosovë. Edhe takimi ke në një restoran në Mitrovica Jugore, edhe ajo ke një takimi parë zyrtar me zotri Haradinaj. Mas atë takimin e kemi taku diku në do konferenca zyrtare, por asnjëherë se kemi bisedu në 4 sytë. Me zotri Thaçi jam konë me vitin 2002 ose 2003. A dini kur ato forcat të ndërkombëtare jenë të ndru kom Kejfor. Edhe unë jam konë me Oliver Ivanović, edhe zotri Thaçi na afru me zotri Rugova, në atë kokë presidentin Rugova. Edhe në atë kokë e kam bisedu për herë të parë me ata 2 pjesëtarë e lartë e shtetit e Kosovës. Me zotri Rugova e kemi pas një plan me bo interviste për herë të parë në gjuhën serbe, për Ju-Info televizion. Përgjegja e zotri Ibrahim Rugova ke me siguri po Branislav, por pa me vetë cilat janë pyetje. Jo. Por në momentin kër e kemi desh me bo atë interviste, ke më mdo këtë një sulm ndaj ti në Prishtinë, edhe diçka u dalë edhe u ndërpru ajo vija. Me tjerat kryeministrat e kam pas do komunikim, por me zotri Bajram Rexhepi jo veç Branislavi juaj, edhe gazetaresha nga Kurir, që është një gazeta toaletit. Letër toalet.